الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الداعي إلى الحق وإلى سبيل الرشاد وعلى آله وأصحابه الذين هداهم الله فبهداهم نهتدي إلى يوم الدين خصوصا منهم على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أما بعد فيقول الله عز وجل وهو أصدق القائلين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي I falenderohemi, e madhlojmë dhe nalsojmë vetëm Allahin Gjelle Gjelaluhu, kurse salavatet dhe selamet tona ja përcjellmi atij I cili ishte imam I kibleve dhe kishte vullën pejgamberane me dishpatave Muhammed Mustafas sallallahu ta'ala alaihi wasallam, familjes ti të pastër, sahabët të dërshëm, dhe zoni besimtarin faqet tokës se tjetë përdu. E lusim Allah në gjallëshonuhu, ibadetet tona, lutjet tona, kërkesat tona, të hajrit, kabul dhe marbut e moje. Edhe sot të dërshëm vllazën dhe motra do të flasim diçka në lidhje me botën islame dhe hallin e saj. Besoj se të gjithë jemi të mendimit se bota islame sot gjendet në një hall jo të lakmueshëm. Ulemaja thojnë se nëse atë e vështrojmë si nga aspekti moral, ashtu edhe nga aspekti material, do të shohim se çka kërkon feja islame nga muslimant dhe çka bëjnë muslimant askund nuk përputhet. Në mes teorisë islame dhe praksës së muslimanëve është një dallim I madh. Nëse analizojmë botën islame sot në dritën e standardeve të zhvillimit bashkëkohor apo modern teknik, do shohim se kjo botë për fat të keqin ka ngel shumë mas. Aq ka ngel mas sa që edhe për nevojat e veta ekonomike pa të thjeshta nuk varet prej popujve tjerë. Do shta është gjuna edhe marrë me thonë për bota islame sot as ushqim të nevojshëm për një jetë normale nuk prodhon. E mos folmi të prodhon arma që ta mbron lirin dhe vendin e vet, edhe atë si ka për të gjitha I merr prej jashtit. Kjo botë ka ma tepër se 100 vjet që është të gjumë edhe si duket akoma nuk është të kuptove se duhet lëviz. Potencialit intelektual të botës islame janë shumë të vloja, mi po për fat të keqin ki potencial mirret vetëm me imitimin e tjerëve. Të vetën original po thuaj se asgjë nuk ka, kopjon prej tjerëve, por ende nuk ka arrit ta shpik vet një gjë. Kjo do thot për marrë muslimanëve të sotit ju mjafton të tjerët të mendojnë dhe të zbulojnë për ta. Të drejtën me thonën ky hall askuj si pëlqen. Shumë fakultetet të botës islame mësimet e vete I zhvillojnë në gjuhë të huaja, sepse ende nuk ka arritje disa mësime të zhvillojnë në gjuhët e veta. Mandej sistemi I arsimit të shkollimit
është i tillë që i ndihmon logjikës imituese, jo logjikës që vetë të krijon dhe vetë të shpik. Shkollat e të gjithë niveleve në botën islame nxjerrin njerëz që janë të aftë të kryejnë këtë apo atë funksion, por nuk nxjerrin edhe njerëz të cilët janë të aftë dhe të kenë vizion dhe të jenë strateg e të zbulojnë gjëra të reja e të përparojnë. Pastaj duhet të mos të ceket se bota islame e cila numëron 1 miliard e gjysmë banor nuk lexon apo lexon shumë pak. Nuk ka dëshirë dhe vullnet të për lexim. Dembelloku muslimanit të sotit i duket më i ëmbël se mjata. Në një mbledhje të një grupi përgjegjës të Izraelit, njëri prej tyre kërkon që të kenë kujdes çka shkruajnë në mjetet publike, sepse ekziston mundësia që bota arabe të lexojë ato shkrime e të zbulon planet e Izraelit. Moshe Dejani, ministri i punëve mbrojtjes së atëshëm, ju thot atyre që janë prezent, mos u mërzitni, bëni rahat, arabët nuk lexojnë. Fatkeqësisht ashtu edhe është. Po jo vetëm arabët, muslimanët në përgjithësi, po edhe ne shqiptarët shumë pak lexojnë. Tirazhi i disa librave fetare mezea arrin 5000 copa, por edhe ata të gjitha gjatë kohë nuk shiten. Shpalla e Kuranit ka filluar me urdhrin e Allahu xhaleshanu që të lexohet në emër dhe për hak të Allahut xhaleshanu. Mirë për muslimanët të sotit, as në emër, as për hak të Allahut, po as për nevojat e jetës së vet nuk lexojnë. Kjo është tragjedi për botën islame. Tani që strategjia të bëhet edhe më e madhe, ajo pjesë që lexon në shumë raste nuk kupton, po nëse kupton, atëherë nuk shumë raste nuk e punon. Po nëse e punon, atëherë punon një herë, dy herë, edhe kështu në uzubillah gjithmonë me të meta. Në kohën e fundit, po disa çështje të fesë pa pas as pak nevojë polemizojnë dhe humbin kohë mendja mos me ta kapën. Kurse çështjet shkencore të nevojshme për parim dhe balansimin e fuqive për ekzistencë totalisht janë non-bazdore. Në një anë, njerëzit e baushtelleve apo njerëzit e këtij apo atij zanati apo këtij apo atij profesioni mundohen të bëhen xhallar e të apin fetfaja, kurse në anën tjetër disa xhallar mundohen të hinë në çështjet e shkencës, për cilët nuk janë përgjegjës, dhe kështu tuti palët botën islame e shtyn mas dhe e lën ku duhet me konën. Bota islame ka fuqi punuese apo punëtor, mendja se kapën, po e gjitha ajo fuqi është e paralizume. Në botën islame as nuk punohet si duhet, as nuk punohet sa duhet. Me muhabete gjithë thënë puna është e farz, puna me halal është ibadet. Teoretikisht, sepse si mësimeve islame dituria e parë ose detyra e parë ka qenë leximi, e mandej është e puna. Pra, të lexojmë, ta njohim Zotin e Madh, e tani me punë dhe ibadet të adhurojmë atë. Allah xhaleshanu thot: "Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ai krijoi vdekjen dhe jetën, por t'ju provua se kush prej jush do të veprojë më mirë. Ky ajet e ka mesazhin e vet madhështor. Kuptojmë për nesh të dim dhe të kuptojmë se Allahu xhaleshanuhu me fjalët e tija xhaleshanuhu na obligon që na të ditë të punojmë, të dim se çka bëjmë, edhe të jemi të vetëdijshëm se po çdo punë kemi përgjigjen. Hadithi i cili flet për dijen, se duhet të lipet për djepit në varr, i njëjti hadis vlen edhe për punën. Duhet të punohet për djepit deri në varr. Edhe nëse kiameti ka krizë dhe ndokushi në atë moment e ka filluar ta mbjellë një pemë, Muhamedi alayhis salam tha: "Le ta harron kiametin, le ta mbjell pemën, sepse vetëm se e ka dashur ta mbjell, për ta ka me pas është problem." Asnjëherë, askush në botë ka shumë punë si ka dhënë rëndësi, por musliman përsëri nuk punojnë. Ata kohën e humbin në për kafe me gibete, në për televizia me programe të lira dhe të kota, e humbin pra kohën në gjumë dhe ka lënë shpras pa as fardobije. Pozita gjeografike e botës islame është jashtëzakonisht e rëndësishme. Si përfaqja e tokave islame jashtë Saharës, edhe ajo e ka albecitetin e vet, është ma pjellore në rrezullin toksor. Tani pasuritë në toksore të tokave islame janë të papunshme.
Mirë po çfarë hajri kur ata nuk shfrytëzohen ose ata keqpërdoren. Bota islame të mirë të Allahu xhallashanuhu me përtatësinë e saj asgjë nuk ban për gjuna, jashtë se i përbuz dhe i bëna për kam. Gjuna s'ka për me ta gjuna më të madh. Në vend se tokat plërore të shfrytëzohen dhe të prodhohen të gjitha prodhimet bujqësore, bota islame ato në kohën e fundit shndron në ndërtesa ose i lë shterë pa punu. Të dy rastet vetëm janë humbje dhe asgjë tjetër nuk sjellin. Atë bota islame pjesë më të madhe të artikullave ushqimor importon prej jashtit. Holanda me aranxherat nailonave dhe me aranxherat xhamit duke nxeme me nxemet posaçme ju shkon me prodhime të gjitha prodhime bujqësore, kurse bota islame e cila ka mundësi pa aranxhera me klimën e vetë të natyrshme të gjitha gjanat i prodhon, ajo nuk i prodhon dhe është bon treg dhe pazari i Holandës. Kësa i thohet aferim t'ju e Holand, a botës islame të lut kryet, du t'bi thonën, qeli syt, se ka arkoha më qelë syt, se më bofletët. Dhe është Allah i madh që televizit e fundit, që ka nisën, inshallah janë të hajrit dhe sjellin një botë të rej, ashtu si e do Allahi dhe si e do feja islame. Amin. Alle islamische Gelehrte, liebe Brüder und Schwestern, sind einig, dass was Islam von den Muslimen verlangt und was die Muslime machen, ist nicht gleich. Zwischen islamischer Theorie und die muslimische Realität ist ein großer Unterschied. Diese Situation ist die schlimmste Situation in der islamischen Geschichte. In einer Seite Islam mit seinen Prinzipien ist in die ganze Welt als weltliche Religion bekannt. Aber in anderer Seite, die Muslime als Umma sind sehr stark zurückgeblieben. Die islamische Welt von allen Aspekten ist abhängig von der anderen Welt. Obwohl die Zahl der Muslime heute ist über 1,5 Milliarden Menschen und haben alle Möglichkeiten, alles zu schaffen, sie importieren die elementaren Nahrungsmittel und sie haben keine elementaren Waffen, um ihre Freiheit zu verteidigen. Weiter, das intellektuelle Potenzial der Muslime ist sehr groß. Nur aber, leider dieses ganze Potenzial hat eine Imitationsmentalität. Die Muslime heute sind imitieren oder kopieren, aber nicht zu forschen oder nicht fähig zu forschen und zu entdecken. Viele Universitäten in islamischen Ländern ihren Unterricht auf fremde Sprachen behalten, weil ihre Sprachen sind leider noch nicht genug entwickelt, um eine solche wissenschaftliche Rolle zu erledigen. Die Schulen in islamischer Welt können fähige Funktionäre erziehen, aber sie können nicht fähige Forscher und Visionäre erziehen und ausbilden. Obwohl der erste Allah Ta'ala's Befehl war, das Lesen. Allgemein die Muslime lesen nicht. Und wenn einige lesen, dann sie sind ganz wenig. Und das bringt auch sehr wenig. Allah Ta'ala sagt, وَكُلُّ يَعْمَلُوا فَسَرَ اللَّهُ مَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ und sprich, tut Gutes. Allah wird eure Taten sehen, ebenso wie der Gesandte und die Gläubigen. Und ihr werdet zu dem zurückgebracht. Trotz Allah Ta'ala's Befehl, jeder Muslim etwas, was in seiner Möglichkeit ist zu tun, die Muslime allgemein sehr wenig tun. Das heißt, dass auch das Arbeitspotenzial auf ungeklärte Weise ist paralysiert. Dies alles und noch viele andere Gründe haben den islamischen Welt leider in heutige schwere Situation gebracht. Gibt noch viel über dieses Thema zu sagen, aber darüber inshallah ta'ala nächstes Mal. Möge Allah ta'ala uns helfen und uns auf den richtigen Weg führen. Amin. فلا إن أحسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في نظم الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام.